Atëherë, nëse kanë kalu gjitha këto fazat dhe injeksionet nuk kanë kry punë, edhe pacienti i lëngon prej dhimbjeve, dhe dhimbja është e madhe që indikon në kualitetin e jetës. Si të them, për me vazhdu një jetë kualitative në punë, shtëpinë, makinë, ai do të përdor vazhdimisht tableta kundër dhimbjes, analgjetik, dhe mos të harrojmë që artroza, si pasojë e artrozës së gjurit këtë rast apo kërdokullës, vazhdon jeta të bëhet me sedentare. Nuk e mban punën, nuk e bën mirë, nuk ecë mirë e tjerë, dhe do të ketë pasojë në sistemin kardiovaskular, në zemër, mushkrim. Atëherë, ky është momenti që do të vendosur një protezë, që i bie me zëvendësu kërcin e dëmtuar me një implant që ne i themi protezë. Çka është proteza për ata që nuk e di? Proteza është, si të them, një implant, një pjesë metalike, pasi gryhet kërci i dëmtuar përmes setit, përmes operimit kuptohet, vendoset implanti, vendoset në thojza metalin femur dhe në tibi, dhe në mes tyre vendoset një polietilen, një plastik që mundson lëvizjet ndërmjet dy komponenteve. Në gjuhë çka vendoset? Po në gjuhë, kjo që e thash, vendoset pjesa metalike dhe në mes tyre vendoset një pjesë plastik, si të them, për me kuptu me lehtë. Është ndërlikuar? Po procesi i protezës është të ndërlikuar në... Edhe për pacientin edhe për mjekun, apo? Por gjithsesi për dy ty pale, se i bie që të vendoset një gjuhë i ri në brenda atij të vjetrit, edhe i ka komplikimet e veta që ne gjithnjë i tregojmë pacientit. Çfarë komplikime bëhet fjalë? Se mund të shkon gjithçka mirë, kuptimin që ti do të fillosh një jetë të re, pa dhimbje dhe me funksion të ri të gjurit. Përmirësohet deformiteti e gjithçka tjetër, kurse komplikimi që ne mes shumë të friksohemi është infeksioni. Gjatë trajtimit operativ, do të thotë që i gjithë gjuri do të hapet dhe do të vendoset implanti e tjerë. Po, këtu mund të ndodhë futet një bakter dhe mund të ndodhë pastaj infeksioni, apo edhe mund të ketë me vonë për shkak rrëmjes së imunitetit, low grade infection që i themi, paraqitet një infeksion pas 6 muaj, 1 vjet e tjerë.